Fëmijët artizan të së ardhmes po rriten që sot, në një ambient plot ngjyra, krijimtari dhe fantazi, të vegjël që marrin pjesë në punët e art craftit, po mësojnë jo vetëm teknikat bazë të punimeve të dorës, por dhe durimin, përqendrimin dhe dashurinë për traditën. Me kujdesin e mësueses artizanes Brunilda Zguro, ata realizojnë punime të ndryshme nga figurina dekorative deri te aksesorët e vegjël, duke zbuluar se si një copë letër, një fije filli apo një material i riciklueshëm mund të shndërrohet në art. Unë kam 4 vjetë që punoj në art craft. Mua më pëlqen shumë të punoj me grep gjatë pushimeve. Kam 2-3 vjetë që frekuentoj kursin art craftit, po mësuesja na ndihmon për gjithçka që kemi vështirësi. Unë kam vetëm një fit këtu, të qëndis edhe të krijoj gjëra. Programi synon të zhvillojë talentin, imagjinatën dhe aftësitë motorike të fëmijëve, duke i afruar me kulturën e punimeve të dorës që kanë qenë pjesë e traditës shqiptare. Në këtë mënyrë, artizanati po merr një frymë të re, ndërsa brezi i ri mëson të vlerësojë punën e dorës dhe bukurinë e krijimit unik.